Почитувани делегати, почитувано раководство, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите и сите други кои не следите во живо. Добар ден и добре дојдовте на 25-тиот на Конгресен 25 Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë. Për herë të parë, Lidhja Socialdemokrate dhe për herë të parë në vend mbahet një kongres digital, i cilin që nga fillimi i pandemisë me COVID-19, LSDM tregoi se prioriteti ynë kulmor është mbrojtja e shëndetit publik të çdo qytetarit dhe pikërisht për këtë vazhdojmë të funksionojmë sipas protokoleve shëndetësore dhe shfrytëzojmë teknologjinë bashkëkohore që na mundëson që ky kongres të jetë kongres digital. LSDM vazhdon me ndërtimin e partisë bashkëkohore moderne evropiane që është i përkushtuar avancimit të vlerave socialdemokrate. E ftoj kryetarin e LSDM-s Zoran Zaev ta hap kongresin. Kryetar, urdhëroni. E hap kongresin e parë digital të Lidhjes Socialdemokratike të Maqedonisë. Të nderuar delegat, të nderuar shok dhe shoqe socialdemokrat, të nderuar qytetar, gazetar, të nderuar mysafir nga vendi dhe nga jashtë, përfaqësues të partive politike nga vendi, nga rajoni dhe nga Europa. Në kohën kur ne me tërë botën bashk përballemi me një luftë të vazhdueshme kundër koronavirusit, LSDM mbetet e përgjithshme të bëj rekapitulim të punëve të bëra dhe të definoj standardet të reja evropiane si të domosdoshme në punën e saj. Në këtë kongres, ende më shumë jemi demokratizohemi, vazhdojmë të ndryshojmë, e rrisim llogaritshmërinë, llogaridhënien, marrim hapa të guzimshme dhe japim shumë përkushtim që të sigurojmë më të mirën për të gjithë qytetarët tonë, për çdo qytetar të Maqedonisë të jetojë më mirë, më qetë dhe më i motivuar. Ky është kongresi i parë digital i Lidhjes Socialdemokrate dhe kongresi i parë digital në cilësdo parti politike të vendit. I siguruar me mënyrë elektronike të komunikimit nëpërmjet lidhjeve, video lidhjeve me organizatat komunale, kemi obligim të kushtohemi, kështu që i qasemi në mënyrë më të mirë që të organizojmë kongres me pjesëmarrje aktive të gjithë delegatët nga larg. Dhe në këtë mënyrë, LSDM jep shembull çka do të thotë përgjegjësi. Në mënyrë të përgjegjshme udhëheqim institucionet, por edhe partia është e përgjegjshme. Kjo është kongres llogaridhënies sipas statusit të LSDM-s. Jemi para delegateve që e keni legitimitetin e plot nga të gjithë anëtarët e LSDM-s, jemi para të gjithë anëtarëve të partisë, para të gjithë anëtarëve të partisë dhe para popullit tonë. Qëndrojmë me kokë lart, me dinjitet dhe flasim për rezultate, për suksese, për shumë fitore dhe për shumë fitore të qytetarëve të Maqedonisë. Ky kongres vjen pas fitores nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ku qytetarët përsëri na dhanë besimin, na dhanë përgjegjësinë dhe nderin të vazhdojmë në rrugën e vërtetë. Ky kongres është pas fitores së zgjedhore të LSDM-s nga pozita e partisë në pushtet, diçka që për herë të parë ka ndodhur që nga ekzistenca e partisë, duke ditur se në 1994 opozita e atëhershme e VMRO të PMS u tërhoq nga pjesëmarrja në rrethin e dytë të zgjedhjeve parlamentare. Kjo është dëshmi se populli ynë i njeh përpjekjet tona, politikat tona që kanë benefit për të gjithë shtetin dhe të gjithë qytetarët. Politika që e siguruan ardhmërinë e shtetit tonë dhe garantojnë avancimin demokratik integrues në zgjedhje fair, demokratike dhe të lira, dhe zgjedhje të sigurta për shëndetin publik
qytetarët dhanë mbështetje të fuqishme konceptit të LSDM-s dhe koalicionit Mundemi. Koncept i cili shkon përpara, çon përpara në integrime dhe në zhvillim. Në 15 korrik, qytetarët dhanë mesazh të qartë se shteti duhet të vazhdojë në rrugën e vërtetë. Dhe në atë rrugë është më e sigurt me LSDM. Në atë rrugë, fitoret e LSDM-s janë fitoret e qytetarëve. Fitore për jetë më të mirë për të gjithë. Themelet e këtyre fitoreve i kemi vendosur në vitin 2015. Përmjet të vërtetës për Maqedoninë dhe protestit më të madh qytetar nga 17 maj 2015. Pastaj vazhdoi edhe revolucioni i larmishëm apo Laraman, një formë e ndryshme e rezistencës kundër regjimit. Në vitin 2016, bashkë me të gjithë qytetarët, e rrëzuam regjimin. Pas disa muesh, pas mos suksesit të regjimit që të parandalojnë ndryshime demokratike dhe shtetit të pasukseshme në 27 prill, e morëm përgjegjësinë dhe nderin të formojmë qeveri demokratike. Bashkë me qytetarët e kthyem lirinë dhe demokracinë. Në vitin 2016 përshpëritej, tani flitet me zë të lartë. Liria dhe demokracia janë fitore jonë e përbashkët, e LSDM-s bashkë me popullin tonë. Andaj, jemi krenar dhe ky është amaneti ynë, vlera jonë, që ta ruajmë dhe ta avancojmë lirinë dhe demokracinë. Fituam bindshëm në zgjedhjet lokale të vitit 2017 në rreth 60 komuna në tërë vendin, kurse kundërshtari politik fitoi vetëm në 5 komuna. Në vitin 2018, mbi 610.000 qytetarë votuan pro antarësimit të vendit në NATO dhe Unionin Evropian, pro marrëveshjes së prespas që ta shkojmë përpara. 610.000 qytetarë atëherë dolën nga shtëpitë dhe dhanë mbështetje masovike për rrugën përpara nga 660.000 qytetarë të dalur. Në atë referendum pam se rruga përpara nuk ka kundërshtar të denj. Procesi i integrimeve në Unionin Evropian dhe NATO u bë ofertë politike, ide politike me deri tash mbështetjen më të madhe nga qytetarët në historinë e shtetit. LSDM është udhëheqës dhe pararendës i kësaj politike integruese. Me LSDM, për vetëm 3 vite, u bëm antare 30 e NATO-s dhe morëm vendim për fillim të negociatave me Unionin Evropian. Antarësi në aleancën më të fuqishme NATO është fitore e qytetarëve dhe fitore e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë. Në zgjedhjet në vitin 2019, Republika e Maqedonisë së Veriut fitoi kryetar të definuar dhe të propozuar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, të mbështetur nga shumë parti politike, nga të gjithë bashkësitë etnike të vendit. Ata e mund LSDM, dhe LSDM definitivisht e bën në mënyrën më të mundshme, bashkon dhe çon përpara. Dhe përsëri fitore, si një vërtetim i qartë për kursin në të cilin ndërgojmë shtetin, si verifikim i aspiratave tona europiane dhe demokratike dhe euroatlantike. Në 2019 fituam edhe në të 2 komunat, Ohër dhe Novosel, në të cilët kishte zgjedhje të parakoshme lokale për kryetar komunash. Fituam në zgjedhjet parlamentare dhe këtë vit, në 15 korrik dhe ja ku jemi sot. E kemi nderin dhe përgjegjësinë që të vazhdojmë të udhëheqim institucionet, të punojmë në interes të qytetarëve dhe të shtetit. Kemi motiv, kemi vullnet, kemi edhe energji të fuqishme që të vazhdojmë të punojmë edhe më shumë, që të jetë ende më mirë për të gjithë. Në mandat të shkurtuar për më pak se 3 vite, arritëm shumë në të gjithë sferat. Pas zgjidhjes së problemit me Greqisë në interes të 2 vendeve, pas marrëveshjes me Bullgarinë, pas lëvizjes themelore apo ndryshimit themelor të procesit të reformues, u hapën derët e perspektivës euroatlantike. Sot jemi vendi 30 i NATO-s
arritëm një nga qëllimet më të mëdha të qëllimet strategjike të shtetit. Sot Maqedonia e Veriut është e barabartë me 29 vendet e aleancës më të fuqishme euroatlantike dhe kemi identitet të pranuar nga të gjithë bota. Gjuha maqedonase është shkruar në letër njoftimin tonë në Kombet e Bashkuara. Kemi me listë proceduese shtet. Shkojmë përpara ka Unioni Evropian dhe kemi pritshmëri të qarta. Mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare dhe fillimin e procesit të negociatave. Mbështetje për këtë, mes tjerash kemi edhe nga miqtë tanë nga Partia e Socialistëve Evropian. Pikërisht, kjo parti evropiane, para disa vitesh, bëri një deklaratë të përbashkët, e cila nga Këshilli i Evropës kërkon që korniza negociuese me Maqedoninë të miratohet në nëntor, kurse në fund të vitit të mbahet mbledhja e përbashkët. Falenderit shumë miq të nderuar, për antarësia jonë ju falenderon dhe populli jonë ju falenderon. Përveç planit të jashtëm, arritëm suksese të rëndësishme edhe në shtëpi. Me njerë u kapëm me problemet e përditshme dhe të kahershme dhe një nga një i zgjodhëm në interes të qytetarëve. Përmes procesit serios dhe të përgjegjshëm, përmes politikave të hapura dhe për të gjithë qytetarët, ja dolëm seriozisht që të rritim pagat, rogat në vendin tonë. Sot, paga minimale është më e lartë se 5.500 denar, kurse ajo mesatarja për më shumë se 4.700 denar, 4.700 denar krahasim me vitin 2015. E ulëm normën e papunësisë dhe rritëm ndihmën asistencën sociale, krijom masa për shërim të përhershëm nga varfëria. Për një kohë të shkurt treguam rezultate të mëdha në sferën e postulateve tona social-demokratike, solidaritetin, barazin dhe kujdesin për më të varfrit. E kthyem demokracinë, lirin dhe drejtësinë në vend. Ndërtojmë sistem gjyqësor të fuqishëm i cili në mënyrë efikase dhe jo selektive lufton kundër çdo lloji kriminaliteti dhe korrupsionit. Kriza me koronavirusin në ndeshi para sfidave tjera serioze, edhe ne dhe bota u përballëm me një gjendje të panjohur deri tash e cila kërkon të kujdes, por edhe vendoshmëri dhe gatishmëri që në mënyrë të shpejt efikase dhe të veprohet. Morëm hapa të mosdoshëm, të cilët kishin qëllim zbutjen e goditjeve të para në sistemin shëndetësor dhe ja dolëm. Fotografit rënqese që i pam në Spanjë dhe Itali, nuk i pam në spitalet tona. Sistemi shëndetësor u përball me valen e parë të koronavirusit. Paralelisht, me masat shëndetësore, miratuam edhe politika dhe masa ekonomike për mbështetje dhe ndihmë për qytetarët dhe ekonominë. Përmes 3 pakove të masave ekonomike, shpëtuam 100.000 mijëra vendre pune nga sektorët më të goditur. Ndihmuam me financa për harxhimin për mbi 300.000 qytetarë dhe me këtë e rritëm edhe shitjen e prodhimeve vendore të Maqedonisë dhe shërbimeve. Kemi edhe pako aktive të masave ekonomike për të gjithë, të mbështetur nga faktorët kyç, nga punëtorët, nga sindikatat, nga bizneset, nga tregtia. Kishim 470 milion euro me rebalans të buxhetit do të shkojnë të qytetarët, punëtorët, pensionistët, të papunësuarit, të miqt të prindërit me një prind, të familjet me një prind apo të prindërit e vetëm. Një nga prioritetet kryesore për qeverinë është përballja me pasojat nga koronavirusi. Kjo është periudhë e valës së vjeshtës, i fuqishëm, edhe të ne dhe në Evropë. Përmes politikave të përgjithshme dhe masave të përgjithshme, i dedikohemi mbrojtjes së shëndetit publik, por edhe mbështetjes reale në përballjen me sfidat ekonomike dhe pasojat ekonomike. Jemi të përkushtuar ta mbrojmë shëndetin e çdo kuajt, të shpëtojmë sa më shumë vende pune, të ndihmojmë sa më shumë qytetarë dhe kompani
dhe këtë do ta bëjmë edhe më shumë në vitet e ardhshme dhe në periudhën e ardhshme. Të nderuar, LSDM fiton e tregon kapacitet dhe vendosmëri që të ndryshoj. Partia bëhet sa më transparent, sa më shumë transparente, sa më e afërt edhe të antarët, edhe të qytetarët. Në këtë drejtim janë edhe ndryshimet e statutit të propozuara që janë para jush sot, delegatë të nderuar. Dëshirojmë të sigurojmë demokratizim edhe më të madh, inkluzivitet, përfshirje edhe më të madhe dhe transformim të ri pozitiv të funksionimit të organeve të Partisë Social-Demokratike të Maqedonisë. LSDM është partia e parë në vendin tonë, e cila në kongresin e ardhshëm kryetarin e saj do të zgjedh në zgjedhje të drejtë për drejta brenda partijake. Çdo antar do të mund të votojë dhe drejt për drejt të vendos kush dhe si do të udhëheq partinë. Zgjedhjet e para të tilla planifikohet të bëhen vitin e ardhshëm kur i kalon mandati kësaj udhëheqësie në pranverën e ardhshme. Me ndryshimet që janë sot para delegateve, vendosin parazi gjinore mes meshkujve dhe femrave në organet e partisë. LSDM është partia e parë në Maqedoninë e Veriut dhe mes të parave në Evropë dhe në botë me barazi të njëjtë për meshkujt dhe femrat në organet e partisë. Këtë e bën dhe mundet të bëj vetëm LSDM. Për herë të parë në historinë e partisë, forumi i grave të LSDM-s dhe Rinia Social-Demokratike e Maqedonisë rregullohen si forma të përhershme dhe statutare të organizimit, ekzistenca e të cilit nuk varet nga vullneti politik i udhëheqjes aktuale. Kryetarët e forumit të grave dhe të Rinisë Social-Demokratike do të marrin pjesë në organet ekzekutive me të drejtë vote në të gjithë nivelet në shtet. Për herë të parë, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë do të marrë edhe forum të pensionistëve. Ndryshimet statutare parashohin forcimin e kapaciteteve të forumit të grave, Rinia Social-Demokrate të Maqedonisë, sekretarit organizativ, sekretarit për bashkëpunim ndërkombëtar, si dhe komisioneve të partisë. Më në fund, ky kongres LSDM shkruan ngjyrë të kuqe si ngjyrën e saj. Kjo është ngjyra e socialdemokracisë, e fitores, e të majtës, ngjyra e lirisë, ngjyra e jetës. Kjo është ngjyrë e të ardhmes së Maqedonisë. Dukja e re e LSDM-s nuk u ndodhi brenda natës. Bashk kemi punuar të gjithë antarët tonë, vite me radhë dhe ja dolëm. Kemi LSDM të fuqishme, të dinamike, të fuqishme, të fortë, të stabil, progresiv. Kjo është brendi ynë. I fuqim progresiv, LSDM e fortë, e fuqishme, progresive, parti dhe organizat që i ndjek udhërafimet më të reja evropiane të Partisë Socialiste Evropiane. Përmes këtyre ndryshimeve të statutit të LSDM-s, LSDM bëhet edhe më e përgjithshme, edhe më europiane, edhe më bashkëkohore si parti. E përkushtuar për realizimin e masave dhe politikave që ne kuptojnë ardhmëri më të mirë për të gjithë ne. Pres që nëpërmjet debatit argumentuar se ata do të miratohen nga ne kongresit. Do të dëshiroj të i falenderoj Institutit Progret për demokraci sociale, për ndihmën që është dhënë grupit të punës për ndryshime statutare dhe me ata edhe partnerëve tonë, qendrës ndërkombëtare Olof Palme nga Suedia. Të nderuar, derisa ne ndryshojmë, vendosim praktika të reja bashkëkohore, derisa e përforcojmë demokracinë dhe llogaridhënien e partisë, te oponentët tonë politikë asgjë nuk ndryshon. Ata përkundrazi ende më shumë e ndjekin matricën e regjimit dhe kriminale. Ende janë të robëruar në mashtrimet e tyre, manipulimet e tyre, jetojnë në urrëtie, të ngecur, të ngatruar në të kaluarun, me përpjekje që të mbrojnë kriminalitetin e regjimit
pa realitet dhe pas një gran përgjegjshmëri për popullin e tij. Në opinion mbi zotëron mendim se LSDM si përgjigjet Miskovski të mbetet në krye të LSDM-s të VMRO të PMN-s, sepse kjo është garancë për fitore të re të partisë. Ne jemi të vetëdijshëm se Miskovski nuk ka mbështetje të gjithë, por LSDM mendon për shtetin dhe jo vetëm interesat partijake, dhe kurse për shtetin është mirë të ketë opozitë progresive, e cila nuk do ta ngulfat integrimin në Unionin Evropian dhe progresin që do të jetë e përgjithshme dhe jo destruktive. Në vitet e fundit, rreth ndryshimit të ligjit për mbrojtjen e popullatës, është dëshmia e fundit për këtë. Miskovski i kundërshton masat që duhet të na mbrojnë shëndetin. Me këtë Miskovski dhe kjo kryesia e VMRO të PMN-s dëshmojnë se sa rrezik i madh janë për vendin tonë dhe për popullin tonë. Këtë herë janë të rrezikshëm edhe për shëndetin publik. Nuk bregosen për shëndetin publik, por punojnë në mënyrë aktive dhe me vetdije që ta dobësojnë sistemin shëndetësor. Ato e bën edhe në qeverinë teknike dhe e bën edhe tani si opozitë në parlament. Ja, le të shohin nga ne dhe të mësojnë diçka nga ne, le të marrin ide, vetëm të ndërpresin me dëmin që ja bëjnë shtetit e Maqedonisë, të ndërpresin me sulmet mbi demokracinë që është e shenjtë për Maqedoninë. Me këtë kongres dhe me ndryshimet në statutare, LSDM vendos standardet e reja demokratike të veprimit partijak në Republikën e Maqedonisë së Veriut. I unkurajojnë dhe partitë tjera që ta ndjekin shembullin ton dhe të ndryshojnë për së miri. Kjo do të jetë një vlerë e shtuar për demokracinë tonë maqedonase dhe për pluralizmin tonë politik. Dhe në fund, para se të fillojmë me pjesën punuese, dëshiroj të falenderoj të gjithë delegatëve aktual të kongresit, por edhe të uroj delegatëve të ri dhe të uroj mandat të suksesshëm dhe të frytshëm. Dhe bashkë të vazhdojmë të krijojmë masa dhe politika që do të ndjekin nevojat e qytetarëve tonë. LSDM si parti e përgjithshme, si dhe udhëheqëse e qeverisë dhe parlamentit, mbetet e përkushtuar realizimit për masat dhe politikat nga programi që siguron zhvillim, progres dhe jetë më të mirë për të gjithë ne. Vazhdojmë të tregojmë se mundemi edhe më shumë dhe edhe më mirë. Ju faleminderit. Faleminderit. Para se të fillojmë në miratimin e rendit të ditës, duke pasur parasysh interesin e opinionit dhe faktun se do të diskutojmë edhe për raportin e zgjedhjeve parlamentare, e ftoj sekretarin e përgjithshëm të LSDM-s dhe shefin e shtabit zgjedhor Ljupsha Nikolovski të marrë fjalën që delegatët të kenë kohë që të shqyrtojnë materialet e ofruara apo të propozuara. Urdhëroni Ljupsha. Faleminderit kryetar. Nderuar kryetar, nderuar zëvendës kryetare, nderuar nënkryetar, nderuar kryesia e partisë, nderuar delegat, shok dhe shoqe, të nderuar socialdemokrat maqedonas, të nderuar mysafir, përfaqësues të koalicionit Mundemi, partner ton të koalicionit në qeveri, të nderuar përfaqësues të medjeve që na ndjekin, të nderuar qytetar. Ju falenderit për përfshirjen dhe për kujdesin të delegatëve në kongresit të LSDM-s. Uroj mandat të suksesshëm në periudhën 2020-2024 dhe punë të suksesshme në këtë kongres të parë digital. Në fillim, dua që personalisht të them diçka. Mbajtja e këtij kongresi të parë digital në një mënyrë të re, të ndryshme, bashkëkohore për herë të parë në vendin tonë,
edhe mua edhe kryesinë e bën krenar, jo për shkak se ne jemi pjesë e LSDM-s edhe organizimit, jo për shkak se për herë të parë kjo mbahet në vendin tonë, por edhe një herë partia jonë politike, LSDM, dëshmon si sillet një parti më e fuqishme, më e organizuar, parti evropiane dhe e përgjithshme. Ky kongres digjital është vazhdimsi e përpjekjeve të LSDM-s dhe angazhimit të LSDM-s të mbrojë shëndetin e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë dhe të mundësoj platforma digjitale për progres. Kjo është shembull, LSDM është shembull për përgjegjësi, duke i mbajtur protokollet për mbrojtje, organizoi zgjedhje që ishin të sigurta për të gjithë qytetarët dhe ja dolëm të arrijmë deri te çdo antar të transmetojmë mesazhet tona, projektet tona dhe premtimet tona, të cilat si qeveri e përgjithshme punojmë në realizimin e tyre. E shfrytëzuam teknologjinë moderne, mediat, rrjetet digjitale. Prezenca jonë në teren ishte konform të gjithë protokolleve shëndetësore për mbrojtje. Të nderuar shokë dhe shoqe, pas nesh është një fitore e rëndësishme në zgjedhjet parlamentare. Formimi i shumicës në parlament dhe struktura udhëheqëse në qeveri dhe institucione për që bashkësisht me mandat të ri të shërbejmë edhe qytetarëve edhe vendit tonë. Kjo fitore bazohet në shumë punë, në shumë përkushtueshmëri dhe në angazhim shtetformues dhe partijak dhe edhe në sistem të ri partijak të punës, llogaridhënie dhe ndjekjen e punë dhe një sjellje të organizuar dhe të përgjithshme. Para jush delegat, sot është versioni i shkurtuar i raportit për zgjedhjet parlamentare, i cili është miratuar nga Këshilli Ekzekutiv dhe i përgjithshëm dhe i cili është përpiluar nga shtabi qendror zgjedhor që e kam udhëhequr. Ju lus që të shikoni, të tregoni mendimet dhe sugjerimet tuaja, vërejtjet tuaja dhe bashkë ta miratojmë. Treguam se puna ekipore, fokusimin për interesin e shtetit, qytetarëve, bashkë me sistemin funksional është çelësi për sukses. Ky sukses u bën nga një angazhim i fuqishëm partijak dhe prezencë në terren ku të gjithë kandidatët sy më sy bisedonin me qytetarët, i prezantonin projektet, idetë tona, e shkruanin programin ton dhe i dëgjonim propozimet dhe të gjithë vërejtjet. U falenderoj qytetarët për mbështetjen, por edhe jush, edhe falenderojmë edhe ndaj jush për mbështetjen. Dhe kur e mora përgjegjësinë dhe nderin të jem sekretari i përgjithshëm dhe kur vendosëm sistem të ri të funksionimit dhe punës të partisë, dëshiroj të falenderoj ekipit tim dhe kabinetit tim se pa jush, pa ju, pa askënd ka ju, ky sistem dhe mënyra e re e jetës në parti nuk do të ishte i suksesshëm. Vetëm do të përkujtoj, edhe në vitin e kaluar filluam me koncept një sër tribunash të hapura qytetare në fushatën në Rrugët të Drejtë, e cila mbajnë në të gjithë qytetet më të mëdha të vendit. Pastaj kishte takime mahallash apo takime lagjesh, vazhduam me tribune programore si pjesë e agjendës 2024, ku i prezantuam projektet kryesore të programit të ri të LSDM-s. Rreth 2000 aktivitete përfshin ky raport, të sistematizuar në shumë sfera dhe në shumë aspekte. Për periudhën e funksionimit të shtabit qendror zgjedhor, nga raportet kemi evidencë të tërësishme se shtabet komunale kanë mbajtur 859 takime në nivel lokal. Në nivel qendror, shtabi ka bërë 34 mbledhje, kurse shefet e shtabeve komunale zgjedhore kanë bërë takime me kryetarët e bashkive lokale. Janë mbarë 149 takime me palë të ndryshme të interesuara në nivel komunal, 303 takime në 580 takime mahalle apo lagjeve dhe 36 tribuna tërë vendin dhe shumë aktivitete tjera të evidentuara, rreth 1809 aktivitete të evidentuara. 32 takime me partitë tona të koalicionit dhe 132 ditë të hapura për qytetarët. Këto nuk janë këto numra,
vetëm numra, por janë parametre që tregojnë për kushtetshmëri, punë dhe vetëm punë. Andaj, LSDM sot është partia më bashkëkohore dhe më progresive që funksionon në mënyrë bashkëkohore, të shpejt, në mënyrë evropiane, me standarde të rrepta dhe të larta evropiane që i avancojmë. Sot LSDM përsëri është me qytetarët dhe mbi 60 takime të lagjeve kemi mbajtur përmes funksionarëve tonë, ministrave tonë dhe antarëve të organeve partijak në muajin e kaluar, duke respektuar të gjithë protokollet për mbrojtjen e shëndetit. E dëgjojmë edhe sot, mbas zgjedhjeve, menjëherë pas formimit të qeverisë, zërin e çdo njeriu tonë, çdo qytetarit tonë, në çdo komunë në vend dhe kështu duhet edhe të vazhdojmë. Të nderuar delegat, të nderuar Socialdemokrat Maqedonas, foli kryetari i partisë për ndryshime statutare që i propozojmë. Unë vetëm shkurt të them në preambullën e statutit, përveç lirisë, barazisë dhe solidaritetit si vlera socialdemokrate universale dhe demokracia si vlerë civilizuese, e vendosim edhe drejtësinë dhe ekonominë. Drejtësia dhe ekonomia janë dukurit kryesore të përkushtëshmërisë e partisë tona. Parimet programore dhe motja e partisë do të mbështeten dhe mbrohen me kot të zgjedhjes dhe të sjelljes. Këshilli mbikëqyrës do të jetë përgjegjës për këto aspekte dhe të gjithë antarët dhe nga aktivistët partijak deri te kryetari do të jenë të lidhura me vlerat e njëjta të LSDM-s. Ne jemi gjenerata e re e cila para nesh ka mundësi të krijojë profil të ri të politikanëve, definim të ri të politikanëve për shoqërinë tonë, politikanë që udhëhiqen sipas vlerave më të larta morale dhe etike, që vetë duhet të jenë kontrolla më e fuqishme. Dhe duke se fotografia se politikanët janë të korruptuar, arrogant, dhe se vendosen etiketet të ndryshme, duhet ta fshim një herë për gjithmonë. Ne kemi mundësinë që ta bëjmë këtë dhe besoni se bashk duhet ta bëjmë dhe do ta bëjmë. Organizim të qartë dhe transparent, e cila mbështetet në ideologji social-demokratike, në drejtësi dhe në barazi. Askush nuk gëzon t'i lojë vetes ta dëmtoj dinjitetin e antarëve të LSDM-s dhe vetë partisë si tërsi. Askush nuk guxon dhe as të shpresoj të thej ligje dhe të vlerësoj të llogarisë në mbrojtjen e LSDM-s. Tani është koha e rendit, drejtësisë, disiplinës, kohë kur të gjithë janë para ligjit të barabartë dhe këtë qytetarët e presin nga çdo kush nga ne. Çdo kush nga ne, për të cilët ka edhe pak dyshim se e ka thyer ligjin, duhet të përballet me ligjin, pa marrë parasysh është funksionar apo antar i LSDM-s, është pjesë e partnerëve të koalicionit apo është pjesë e partisë politike në vend. Kjo duhet të jetë shumë e qartë dhe kjo është obligimi ynë sot. Do të deklarojmë qartë edhe qëllimin tonë themelor, garantimin e mirëqenies së qytetarëve, zhvillim të qëndrueshëm dhe shoqëror dhe të gjelbër për të gjithë qytetarët. Pjesëmarrja e rinisë në të gjitha organet e partisë dhe proceset do të përforcohet me statutin e ri, parashihen edhe organizatat e LSDM-s edhe në vende tjera jashtë nga Maqedonia e Veriut. Ata do të marrin pjesë në punën e partisë që përmes delegatëve të tyre dhe do të marrin mirënjohje zyrtare dhe statutare për punën e tyre të palodhshme për partinë dhe shtetin. Kategoritë më të rrezikuara të antarëve do të jenë statutorisht të çliruar nga pagesa e antarësisë, do të rregullojmë këtë me statut dhe do të mbrojmë punën e komisioneve të LSDM-s. Kështu që antarët tonë do të jenë edhe më të motivuar që të kontribuojnë me punën e tyre profesionale nëpërmjet organeve të partisë, kurse në kryetarët e Këshillit Qendror me ndryshimet statutare janë në kryetarët të partisë. E forcojmë fuqinë e tyre dhe rolin e tyre. LSDM të ketë 2 deri 4 në kryetar dhe ky është momenti i ri në zhvillimin tonë partijak. LSDM për herë të parë fut sistem të monitorimit për punën e organizatave komunale dhe sistemin e meritokracisë në punën e tyre. Këtë do të rindërtojmë realizimin e detyrave të dhëna nga
qendra e LSDM-s nga kryesia dhe e partisë e organeve sipas kalendarit e parapartë aktiviteteve që vlen për të gjithë, edhe për organizatat komunale dhe për të gjithë funksionarët, para kryetarit do të ndiqen edhe realizimi i tyre, analizë e rregull dhe kontroll e premtimeve dhe realizimi i premtimeve para qytetarëve mbetet prioritet kyç në këtë sistem të ri. Komunikimi i vazhdueshëm për ato që është realizuar brenda dhe jashtë partisë, evaluim i punës të bazuar në rezultate, parimet etike, vlera socialdemokratike për çdo funksionar të emëruar janë prioritet për edukim i vazhdueshëm dhe hulumtim i temave të ndryshme të edukimi i vazhdueshëm, ekipimi i shërbimeve partijake në parti do të vazhdoj edhe me sistematizimin e ri që do të mbaj Këshilli Ekzekutiv. Këto janë shtyllat që i rindërtojmë në sistemin tonë të punës. Qëllimi ynë është rritja e efikasitetit dhe e mobilitetit të gjithë funksionarëve dhe partisë që do të mundësoj kontinuitet në punën e partisë, përmbushjen e programeve tona dhe atë që e kemi premtuar për qytetarëve. Dhe kjo do të thotë prezencë e rritur edhe pas zgjedhjeve me qytetarët në terren. Paralajmëroj se në vigjilje të zgjedhjeve lokale do të vazhdojmë të punojmë në nivel të sektorëve si gjys shtabi në mënyrë të vazhdueshme. Nga çdo antar pres angazhim maksimal, sistemin e krijuar ta rindërdojmë, modernizojmë dhe zhvillojmë. Nuk ka ndalje, jemi të fokusuar të qytetarët. Nga ata e nxjerrim legitimitetin dhe për ata ekzistojmë, të realizojmë sa më shumë nga programi ynë, nga programet zgjedhore dhe të zgjedhim sa më shumë problem të çdo qytetarit. Pres fitore në zgjedhjet lokale dhe do të filloj nga shtypi. LSDM është parti e cila ndryshon vazhdimisht dhe shndrohet në parti të hapur, demokratike, bashkëkohore, që vendos koncepte të reja dhe mënyrë të re të funksionimit. SDSM bëhet parti e cila është shembull për tjerët në vend, për parti tjerët në shtet, në rajon, sa i përket mënyrës së funksionimit, veprimit, mendimit dhe nga sot edhe me ndryshimet e reja të statutit. Dhe derisa ne si LSDM shohim përpara dhe bëjmë çdo gjë që duhet që shteti të avancojë, nga ana tjetër janë VMRO-DPM, të cilat për atë fat të keq janë të ngelur në kohën e regjimit, të kthyer vetëm ka vetja dhe interesat personal, të ngecur në kriminal nga struktura kriminale të komanduara nga jashtë, nga Budipeshta. E di se edhe aty ka njerëz që përveç obstruksioneve, në vend të obstruksioneve do të japin, do të ofrojnë bashkëpunim. Andaj u dëshiroj që sa më shpejt të lirohen nga zgjedhjet kriminale rreth. Të nderuar bashkëpartijak, ka diçka që nuk duhet të lejojmë të ndodhë. LSDM është parti për qytetarët. LSDM është parti shtetformuese dhe parti patriotike. Këtë nuk harrojmë dhe nuk do të ndryshoj. Të nderuar socialdemokratë dhe socialdemokratë, para nesh kemi qëllime të reja, sa i përket avancimit të shtetit, por edhe sa i përket punës së partisë. Është koha të arrisim dinamikën e punës në LSDM në nivel edhe më të lartë. Partia të punoj me vrull, konform përgjegjësisë që e kemi marrë nga qytetarët në këto cikle zgjedhore. Bashk mund të arrijmë më shumë. Vazhdojmë edhe më shumë edhe më mirë. Uftoj që bashkë të gjithë të vazhdoni në rrugën që e kemi trasuar, rrugën e drejtë, rrugën e vërtetë. Jo vetëm se mundemi edhe më shumë edhe më mirë, por para së gjithësh sepse nga zemra dëshirojmë ta bëjmë këtë. Këtë ja kemi borxh shtetit, këtë ja kemi borxh partisë shtetësformuese dhe patriotike, shtëpisë sonë të dytë dhe familjes sonë të dytë LSDM-s. Sepse vetëm LSDM Maqedonia e Veriut është e lirë dhe e qetë dhe mund të vazhdoj përpara që të jetë shtet prosperues, i sigurt dhe krah për krah vend me vendet më të avancuara të Evropës, sot antare NATO-s dhe së shpejti antare në Unionit Evropian. Vetëm LSDM është e mundshme demokracia, liria
drejtësia, avancimi ekonomik dhe patriotizmi i vërtet. Ju faleminderit. Të nderuar delegat, bisedojmë për suksese kur LSDM ka shtetin. Këto nuk mund të realizohen pa mbështetjen e qytetarëve, pa përpjekjet e përbashkëta të LSDM-s me qytetarët. E ftoj të shohim një video të shkurt për fitoret e përbashkëta mes LSDM-s dhe popullit. Никогаш повеќе да не се повтори. Okay. Не одовлекувај и самиот гледаш заврши твоето. Оди си! Оди си! Ова е коалиција со граѓаните, кој излегува на избори на 11 декември и победува. Гласајте за бројот 4! За живот во Македонија! За живот во Македонија! Испишавте историја! Ќе имате што да им кажете и на децата и на внуците! Затоа да се радувате! Падна режим! Победи животот! На вистинскиот пат сме. Ќе ја водам оваа земја затоа што верувам дека вреди се за што се залагаме. Радувај се, Македонија! Дојде слободата! Да ми водите грижа за граѓаните, оти ќе има оставки разрешување. На 15 октомври, заедно, конечно, да ги заокружиме промените. Европска Македонија доби повеќе гласови за од кој било победник на кој било парламентарни избори во историјата на независна Македонија. Еве го резултатот на обединувањето и на заедништвото. Економија, правда. Економија, правда. Економија, правда. Заедно чуда направиме. Да покажеме дека можеме уште повеќе, уште подобро за сите. Доаѓа време на ред, правда и дисциплина. Të ndërruar në vazhdim, fillon puna, pjesa e punuese e kongresit që do të jetë e hapur një pjesë të madhe për opinionin, e ftoj kryetarin Zaev që të marrë fjalën. Me ditë të gjithëve, më vjen mirë që për herë të parë në Maqedoninë e Veriut mbahet kongres digital, pikërisht nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Po ashtu, më vjen mirë që kjo bëhet pikërisht sot në ditën evropiane të drejtësisë. Uroj kongres të suksesshëm. Delegatë nderuar, pra se të fillojmë me punën, propozoj që të marrim proces verbal, një person që do të mbaj proces verbal në 25, kongresin e 25 për proces verbalist Nina Çolović, kurse për vërtetues të proces verbalit Goran Velasunovski dhe Ljubica Jančeva. Propozimin e vendos në përmiratin, kush është pro që ta ngrit kartonin e gjelbër që i keni në materialet tuaja të punës. Ju faleminderit. A ka dikush kundër? Ai që është kundër, le ta ngrit kartonin e kuq nga materialet tuaja të punës. A ka dikush që është i përmbajtur? Nëse ka, le ta ngrit kartonin e bardhë nga materialet tuaja. Faleminderit. Do t'i presim shërbimet që ta na japin rezultatin nga votimi.
nga 670. Do të më tregoni kur do të jenë të gatshme. Ju faleminderit. 678 delegat kanë votuar, 676 pro, kundër nuk ka dhe të përmbajtur nuk ka. Konstatoj se propozimi është miratuar. Siç jemi informuar, në bazë të nën 26 alinë 1, 3 dhe 6 nga statuti i LSDM-s, Këshilli Qendror i LSDM-s në takimin e 16 të mbajtur në 19 shtator 2020 ka miratuar vendim për kongresin e 25 të LSDM-s. Ditën, kohën, vendin e mbajtjes dhe numrin e delegatëve që do të marrin pjesë të kongres dhe në bazë të autorizimeve nga neni 3 nga vendimi për konvokimin e kongresit të 25 të LSDM-s, datën, kohën, vendin dhe agendën e kongresit dhe për numrin e delegatëve të kongresit. Këshilli Ekzekutiv i LSDM-s në ditë 18 tetor 2018 miratoi vendim për kohën, vendin, agendën, numrin e delegatëve të kongresit të 25 të LSDM-s. Në bazë të neni 3 të vendimit për konvokimin e kongresit të 25 të LSDM-s, propozim agendën, ditën, vendin, kohën e mbajtjes dhe numrin e delegatëve të kongresit, të miratuar në takimin e 16 të Këshillit të Përgjithshëm të LSDM-s, të mbajtur në 19 shtator 2020, Këshilli Ekzekutiv i LSDM-s në mbledhjen e saj të 8 sipas konform masave për Covid kundër Covid vendosi që kongresin të mbajë në formë digjitale. Në bazë të neni 3 nga vendimi për konvokimin e kongresit të 25 të LSDM-s, propozim agendën, kohën, vendin e mbajtjes së kongresit në numrin e delegatëve të kongresit, të miratuar në mbledhjen e 16 të Këshillit Qendror të LSDM-s, të mbajtur në 19 shtator 2020, sipas autorizimeve, Këshilli Drejtues për propozimin, kohën, vendin dhe numrin e delegatëve të kongresit të 25, Këshilli Ekzekutiv mori vendim për propozim të agendës dhe rendit të ditës, propozim rendi ditës për punën e kongresit të 25 ju është dhënë bashkë me dokumentet tjera të kongresit dhe materialeve. U informoj se deri tash nga ana e delegatëve nuk është arritur propozim për plotësim dhe ndryshim të ditës, rendit të propozuar të ditës. Sipas kësaj, për punën e kongresit të 25 të Partisë të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë e propozoi këtë rendite. Pika e parë, zgjedhja e kryesisë punuese të kongresit. Pika e dytë, propozim për punën e kongresit. E treta, zgjedhja e komisionit për verifikim të delegatëve. E katërta, raporti i komisionit për verifikim të autorizimeve të delegatëve. Pika e 5, propozim vendim për ndryshim dhe plotësim të statutit të LSDM-s. Pika e 6, propozim raport për zgjedhje të parakohshme parlamentare 2020. Pika ardhshme, lidhjet e antarët e LSDM-s, shprehja e tyre në lidhje me zgjedhjet. E tetja, konstatimi i dorëheqjeve të antarëve të Këshillit Qendror të LSDM-s për angazhman të ardhshëm profesional, për të shokëve të tonë. Hap debat për propozimin për agendën apo rendin e ditës së propozuar. A merr dikush fjalë? A dëshiron dikush të marrë fjalën? Më informuan shërbimet se nuk është paraqitur digitalisht askush, sipas rendit të ditës, pasi që askush nuk merr pjesë. Rendin e ditës e vendos të propozuar e vendos për miratim. Kush është
Pro, le të ngrit kartonin e gjelbërt. Ju faleminderit. A ka dikush kundër? Nëse ka, ju lut të ngrit kartonin e kuq. Ju faleminderit. A ka dikush që është i përmbajtur? Nëse ka, ju lutem të ngrit kartonin e bardhë. Ju faleminderit. Do të presim disa sekonda derisa të kumtohet nga shërbimet. Ju faleminderit. Nga 779 delegatë e vërtetuar prezent, 676 pro, askush nuk është kundër dhe nuk ka të përmbajtur. Konstatoj se rendi i ditës për agendan është miratuar. Filloj me pikën e parë të rendit të ditës, zgjedhjen e kryesisë punuese të Kongresit. Përmbajtjen e suksesshme të Kongresit Digital e propozoi kryesin punuese Zoran Zaev, Radmila Shikelinska, Ljupsho Nikolovski, Snežana Kalevska-Vančeva, Darko Kaevski, Oliver Spasovski, Muhamet Zeqili, Kosta Petrov, Sanja Lukarevska dhe Dushko Veskovski. Propozim kryesia e punës e vendos në votim. Kush është pro, le të ngrit kartonin e gjelbërt, ju lutem. Ju faleminderit. A ka dikush kundër? Nëse ka, ju lutem delegatin që të ngrit kartonin e kuq. Ju faleminderit. A ka të përmbajtur? Nëse ka, le të ngrit kartonin e bardhë. Ju faleminderit. Disa sekonda të presim që ta përmbledhim votimin digital në përgjithësi.
Kanë votuar 668 delegat, për të cilën pro 668, nuk ka kundër dhe nuk ka të përmbajtur. Ju falenderoj të delegatë të ndërruar, konstatoj se propozimi është mirëtuar dhe në emër të kryesisë punuese ju falenderoj për besimin. Kalojmë në pikën e dytë të punës rendit të ditës. A kërkon dikush fjalë sipas rregullores së propozuar? Nuk është paraqitur askush. Pasi askush nuk kërkon fjalë, e vendos rregulloren e propozuar në votim. Kush është pro, le ta ngrit kartonin e gjelbërt. Nëse dikush është kundër, ju lutem ta ngrit kartonin e kuq. Ju falenderit. Nëse ka dikush të përmbajtur, ta ngrit të bardhin. Ju lutem që të mbledh rezultatet. Ju falenderoj, kanë votuar 663 delegat, nga të cilët të gjithë kanë votuar pro, nuk ka të përmbajtur dhe nuk ka kundër. Konstatoj se rregulloria për punë e Kongresit është miratuar. Vazhdojmë me punë me pikën e tretë. Zgjedhjen e komisionit për verifikim të autorizimeve të delegatëve. Më lejoni që antar të komisionit të autorizimeve të delegatëve ti propozoj delegatët vijues. Duško Veskovski për kryetar, Natalia Spirovska për antare dhe Marko Danilowski për antar. Hap diskutim për propozimin. A ka dikush fjalën? Në sistemin digital nuk është paraqitur askush, e mbyll debatin dhe e vendos propozimin në miratim. Kush është pro, ju lut ta ngris kartonin e gjelbërt. Faleminderit. Nëse ka dikush kundër, ju lutem le ta ngri kartonin e kuq. Ju falenderit. Nëse ka dikush i përmbajtur, ju lutem ta ngrit kartonin e bardhë. Ju falenderit. I lus shërbimet të përmbledhin rezultatet nga votimit. Faleminderit. Votuan 673, 679, një është nuk ka kundër, një është i përmbajtur. Konstatoj se është zgjidhur komisioni i verifikimit. Për pikën e 4 e ftoi kryetarin e komisionit të verifikuar Duško Veskovski të jap raportin për numrin e prezantëve, delegantëve prezant
dhe e ftoj nëse është i gatshëm të dalë në foltore. Ndërruar kryetar, të ndërruar kryesi punuese, Komisioni për verifikim të autorizimeve të delegatëve, sipas statutit të LSDM-s, në Kongresin e 25 ka 807 delegat. Komisioni për verifikim të autorizimeve verifikoi se ka 679 delegat apo 84.1% të delegatëve që prezenton apo që përfaqëson shumicë me të cilën mund të punohet. Andaj e ftoj Kongresin që ta miratoj këtë. Ju faleminderit dhe uroj punë të mbarë. Faleminderit, sekretar. E dëgjuam raportin. A ka dikush fjalë në lidhje me raportin? Në sistemin digital nuk kemi të paraqitur delegat i cili kërkon fjalë. Ju falenderit. Pasi askush nuk merr fjalë, raportin e komisionit e vendos në miratim. Kush është pro, ju lutem ta ngrit kartonin e gjelbërt. Ju falenderit. Nëse ka dikush kundër, lus që ta ngrit kartonin e kuq. Ju falenderit. Nëse ka dikush i përmbajtur, ju lutem ta ngrit kartonin e bardhë. Ju falenderit. E lus shërbimin të bëj përmbledhje të rezultatet nga votimi. Ju falenderit. Nga 679 kanë votuar 672, kanë votuar 672 delegat, nuk ka kundër dhe nuk ka të përmbajtur. Konstatoj se është miratuar raporti i Komisionit për verifikim të autorizimeve të delegatëve. Sipas raportit të miratuar, Kongresi mund të vendosë në mënyrë të plotfuqishme sepse në punën e tyre marrin pjesë 679 delegat apo 84.1% nga numri i përgjithshëm. Komisioni i falenderoj për punën e suksesshme. Këtu përfundon incizimi live dhe vazhdojmë punën digjitale në pjesën punëtore, në punën punuese. Qytetarëve u falenderoj. Kumtoj pauzë për 5 minutave dhe pastaj vazhdojmë më tej. Opinioni do të informohet për vendimet me preskonferencë pas përfundimit të kongresit. Ju falenderit. Të nderuar, siç tha kryetari Zaev, pas pauzës së shkurt fillon puna pjesa punuese e mbyllur dhe pas përfundimit të punës së kongresit, kryetari Zaev do të mbajë preskonferencë ku do t'i kumdoj rezultatet dhe përgjigjet gazetarëve. Do të realizoj nëpërmjet platformës elektronike Zoom. Ju falenderit.